Partnerët e koalicionit qeverisës Ahmeti dhe Gruevski i bëjnë thirrje qytetarëve të përmbahen nga provokimet pasi e ardhmja e vendit është në Evropën e Madhe të Bashkuar dhe se porosit që janë në kundërshtim me këtë ide nuk pasqyrojnë pozitën e dy partive dhe rrugën për zhvillimin e vendit. Siç njoftojnë në komunikatën e përbashkët dy subjektet politike, VMRO, DPMN dhe BDI, në takimin e sotëm Ahmeti dhe Gruevski kanë biseduar edhe për festimet e ditës së flamurit, e cila në opinion shihej si provokim. Të dy liderët ranë dakord se bashkëjetesa multietnike dhe multifetare është e një rëndësie të veçantë për zhvillimin e shoqërisë. Komunitetet duhet të respektohen, njihen dhe bashkëpunojnë. Partnerët qeveritarë vlerësojnë se secili komunitet duhet të respektojë identitetin e njëri-tjetrit dhe se komunitetet kanë të drejtë të shprehin identitetin e tyre në mënyrë që nuk do të shqetësonte apo lëndonte ndjenjet e pjesëtarëve të komuniteteve të tjera etnike apo interesat shtetërore në pajtim me kushtetutën dhe ligjet. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Maqedonisë janë të paprekshme dhe të garantuara nga shteti, thuhet në komunikat. Ahmeti dhe Gruevski kanë biseduar në takim edhe për kapërcimin e këtyre sfidave në frymën e respektit, tolerancës dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Në komunikatën e përbashkët thuhet se Ahmeti dhe Gruevski janë të vetëdijshëm se përgjegjësia më e madhe në pjesën e marrëdhënieve ndëretnike bie në duart e elitave politike dhe veçanërisht në duart e politikanëve, të cilët kanë fituar besimin më të madh nga qytetarët, duke u zotuar se do të bëjnë gjithçka për të parandaluar çdo lloj tentimi për keqpërdorimin dhe interpretimin e gabueshëm të procedurave, të cilat janë nga fusha e marrëdhënieve ndëretnike. Çështjet lidhur me identitetin nuk duhet të vijnë në korrelacion me asgjë tjetër, vetëm me identitetin që është zgjedhje e vetë komuniteteve. Individ apo subjekte nuk duhet të krijojnë tensione apo të nxisin mosbesim nëpërmjet çështjeve të cilat janë të ndjeshme për ndonjë bashkësi etnike, si kushtëzimi i gjuhës, kombit, emrit, përdorimi të simboleve dhe kërkohet mirëkuptim për çështje të rëndësishme lidhur me identitetin për secilin komunitet, si dhe respektimin e pakushtëzuar të ligjeve, vlerësojnë Ahmeti dhe Gruevski. Partnerët e koalicionit qeveritar kanë theksuar edhe rëndësinë e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian si një përcaktim strategjik drejt përmbushjes, së cilës kanë qenë pjesë edhe përkushtim maksimal. Në prag të samitit të Këshillit Evropian, ku pritet të diskutohet mbi perspektivën e Maqedonisë, Gruevski dhe Ahmeti kanë konfirmuar përkushtimin ndaj reformave dhe progresit në pajtim me prioritetet e ndërmarra nga dialogu më i lartë. Ahmeti dhe Gruevski, sipas njoftimit, janë përkushtuar në zbatimin e reformave dhe projekteve të përfshira në programin e qeverisë, të cilat janë në interes të qytetarëve, integrimit evropian të vendit, sundimit të së drejtës dhe të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Partnerët e koalicionit mbeten të përkushtuar dhe japin mbështetje të pakompromis luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, luftës kundër terrorizmit, si dhe pjesëmarrjes në misione ndërkombëtare dhe janë kundër shkeljes së ligjeve. Çdo sjellje kundërligjore, sjellje që nuk ka bazë ligjore apo sjellje që bie në kundërshtim me ligjet, me të drejtën vendore dhe ndërkombëtare, nuk duhet të ketë përkrahjen e partnerëve qeveritar dhe duhet të trajtohet përmes procedurave të duhura dhe të sanksionohet. Ahmeti dhe Gruevski në takimin e sotëm kanë vlerësuar gjithashtu se qytetarët e Maqedonisë përballen me shumë probleme të ndryshme socio-ekonomike dhe ky koalicion i vetëdijshëm për këtë sfida, intensiteti i të cilave është shtuar dhe më shumë për shkak të krizës ekonomike globale, do të bëjë çmos të vazhdojnë në mënyrë të fokusuar të trajtojë këto fenomene, duke paraqitur zgjidhjet, masat dhe reformat e mundshme më të mirat. Takimi i partnerëve të koalicionit vjen pas kthimit të kryeministrit Gruevski nga Amerika dhe pas zhvillimeve të fundit rreth festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.